Do doja të ndalesha sigurisht tashmë tek zhvillimet e fundit që po ndodhin në vendin tonë sa I përket Zvërnecit. Si e ke parë të gjithë të zhvillim rej dhe a ke qenë ti pjesë e këtyre protestave? Atëherë, faleminderit për pyetjen njëherë para, është shumë interesante. Protestat kanë 5 ditë të cilat zhvillohen. Dje nuk isha, as ditën e parë nuk isha në protest, duhet ta pranoj këtë gjë, por 3 ditët e fundit kam vendosur, domethënë të bashkohem protestës, jo si politolog, fare në kontekstin politik, por si një qytetar që shikoj, do ju them diçka shumë interesante. Po tjetër. Pash prindër që vinin me fëmijët e vegjël që I mbanin në krah. Pash të rinj që bënin disa parulla shumë të bukura, dilnin me elementin e flamingos. Pash një protestë qytetare e cila ne na kishte munguar që nga protesta armëve kimike. Pash disa njerëz të cilët kishin një qasje ndryshe. Nuk pash militantizëm. Kjo ishte elementi kryesor që më bëri të bashkangjitesha kësaj proteste. Po të kemi parasysh qasjen që kanë pasur protestat e mëparshme në Shqipëri, pra në momentin kur Partia Socialiste ishte në opozit, protestat bëheshin në ndritimin e liderit. Pra rrofte Edi Rama, çdo gjë për Edi Ramën. Kur kaloi opozita, në fillim ulërisnin njerëzit Basha, tani ulërasin Berisha. Kurse në këtë lloj rasti nuk pash asnjë lloj ovacioni ndaj liderëve politik. Madje një nga shprehjet më të bukura të protestës, e cila nga shumë media u censurua, ishte parulla kryesore: Rama në burg, Berisha në burg. Në 35 vite që kemi ne tranzicion politik, kjo ishte gjëja më e bukur që qytetarët po e tregojnë. Ej, bollma, ka ardhur një moment që nuk mban më ujë pilafi. Edhe këtë gjë po e tregojnë ato qytetarë atje. Janë njerëz që kanë humbur besimin te politika, sepse shikojnë që politika shqiptare në fund të ditës është thjesht një riciklim I të vjetrës, dhe janë disa njerëz të cilët e kanë në terezi. I pëlqen pushteti I opozitës, lekët I marrin. Majoranca, parat I merr. Apo bëhet kjo protestë për Zvërnecin? Zvërneci ishte Shkëndia. Po kjo protestë ka kaluar çështën e Zvërnecit. Kjo protestë po kërkon dorëheqjen e elitës politike. A është e mirë? Absolutisht që është e mirë. A ka problematika? Ka dhe problematika. Sepse ajo çfarë duhet të fokusohemi ne, si njerëz të angazhuar politik, është fakti e bën protestën. Por çdo protestë duhet të ketë të gatshëm një grup negociator për të ulur në tavolin me aktorët politik që janë në pushtet, se nëse protesta nuk do ketë grup negociator, do jetë e prirur të shkatërrohet nga brenda, sepse partitë politike shqiptare I kanë numrat e tyre, të cilët mund t'i fusin në protestë për të destabilizuar protestën. Si mund ta destabilizojnë protestën? Fut grupe të cilët shkaktojnë tension. Sepse kjo është ajo e bukura e kësaj proteste. Nga çka kemi parë në ditën në fillim, kemi parë çështje paqësore, kemi parë njerëz që tubojnë, kemi parë njerëz që ngrejnë zërin. Njerëzit shqiptarë sot, mua më vjen edhe mirë ta them, po duan çështje civile. Një shoqëri moderne funksionon mbi bazën e ligjit, jo mbi bazën e Molotovit. Okej, edhe Molotovi është pjesë e protestës, po ka arsye kur protesta përdoret ose deeskalon drejt dhunës. Ne kemi parë njerëz qytetar në këtë momente. Kjo është ajo çfarë I mungon të Shqipërisë. Kjo është ajo e cila në një farë mënyre është
delegitimuar, sidomos vitet e fundit, duke e përshtatur shoqërinë shqiptare sikur është një shoqëri militante, që je ose këtej ose andej. Por ajo çfarë vlen të përmendet sot, janë disa njerëz që po thënë, boll, mjaft më. Mjaft më ti që je në qeveri, boll edhe ti tjetri ande nga opozita, që nuk është se po bën asgjë tjetër, po përveç se po shikon interesin tënd personal dhe si të mbijetosh dhe një ditë më shumë duke qëndruar brenda pushtetit. Kjo është e bukura e kësaj proteste. Edhe unë uroj që kjo protest të ketë të njëjtin stil siç po ndodh sot në Bullgari, ku është një situatë e ngjashme, edhe qytetarët kanë mbi 40 ditë që protestojnë. A do jem sot në protest? Absolutisht që po. Kam disa punë për të bërë dhe jam i gatshëm të sakrifikoj këto punë edhe prap të shkoj aty në protest. Sepse duhet që zëri jon të dali. Duhet që ne të flasim, duhet që ne të tregojmë që jemi jo vetëm kundër nartës, po jemi kundër çfarëdo lloj natyre korruptive, sepse ka ardhur një moment që po themi boll më. Limiti, durimi ka një kufi. Për ta mbyllur ndërkaq, pavarësisht se protesta, pavarësisht se kryeministri Edi Rama ka thënë se ky projekt nuk do të ndalet, protestat sigurisht jo vetëm që nuk janë zbehur, por ashtu se edhe ti po zgjerohen nga dita në ditë dhe po marrin sigurisht edhe vëmendjen ndërkombëtare. Ti vetë Rej, si ke parë të gjitha reagimet e kryeministrit shqiptar? Natyra që po protestohet për mua është e drejtë. Më vjen jo çudi, por më vjen inat kur shikoj një përfaqësues të vendit tim, pra kryeministrin tim, të shfaqet në sjellje arrogante ndaj popullit të tij. Kryeministri është i zgjedhur. Kryeministri nuk është zot. Kryeministri duhet më shërbej mua, duhet të shërbej ty dhe të gjithë popullit të vet. Po ç'është ky kryeministër që përgjigjet me arrogancë? Dhe nuk është vetëm Edi Rama, po çdo politikan shqiptar ka këtë lloj sjellje. Është krijuar miti sikur politikanët janë zota. Jo më jo. Janë njerëz si gjithë ne. Jemi ne që i sjellim në pushtet duke votuar. Nuk ka të drejtën asnjë politikan të sillet në formë arrogante ose të bëjë sikur të jetë zoti i këtij vendi. Koha e zotrave ka mbaruar që me monarkit. Ne si Europi kemi dhënë fund këtyre çështjeve. Ne po kërkojmë që Shqipëria të bëhet një vend normal dhe të antarësohet në Bashkimin Evropian. Kjo është targeti, që del edhe kryeministri dhe përtet. Po arrim reformat europiane. Po si po i arrin reformat europiane kur ti të drejtën e fjalës, që është principi kryesor i Bashkimit Evropian, e ofendon. E kam parë edhe faqen e kryeministrit, apo faqen e ministrave, servilëve të pushtetit. Okej, është protest. Edhe një fjalë e tepruar del nga goja. Po ne nuk mund të demonizojmë protestën sepse u thanë disa fjalë të cilat janë të pahishme. Këto fjalë të pahishme janë revolta që kanë njerëzit nga brenda. Është revolta sepse i ka ardhur në majt hundës, sepse Rama po sillet si autokrat, sepse Berisha po sillet si autokrat, sepse nuk ka garë të brendshme nëpër partitë e tyre. Nuk ka zgjedhje në PS. Ka fasadë në Partinë Demokratike. Referendum për kryetarin, domethënë gallat më të madhe nuk mund të ekzistojnë në këto momente. I heq gjithë kundërshtarët politik edhe thua po bëj referendum për partinun. Mbahet çetën tënde personale. Nuk më përfaqëson mua. Ti kryeministër i dashur, nuk më përfaqëson mua me sjelljen arrogante që ke. Dhe pikërisht kjo është arsyeja pse qytetarët sot janë në protest, edhe duke i bërë anashkalim banerave politik. Ishte hera e parë që e dëgjoj Rama në burg, Berisha në burg. Se kush po i bën këto protesta, se kush ishte piknisja, a janë të organizuara se kanë dalë ka dhe teorirash, ë? Po, patjetër. Ne nuk e dim këtë, se kush e bëri, i pari. Po si do të jetë,
nga cili do të jetë bërë, ose në qoftë se kjo protestë do funksionojë si një lloj heqje vëmendje nga ligji i hormoneve që u miratua pak më përpara, do t'i kemi parasysh të gjitha skenarët, por ama kemi edhe pjesëtarë në protestë që janë drejt mbrojtjes së familjes. Në qoftë se dua të bëhemi shoqëri europiane, do të jemi një shoqëri e hapur. Do të jemi një shoqëri e cila pranojmë diversitetin ndërmjet njëri tjetrit, por ama mbi të gjitha do përfaqësojmë dëshirën për të pasur një shtet dhe dëshirën për të përfaqësuar nga ligji dhe për të zbatuar ligjin. Në momentin që ka mungesë të zbatimit të ligjit, është e pritshme që revolta popullore do vazhdojë edhe më tej. Ne shpresojmë që duke arritur diçka civile për herë të parë ndoshta në Shqipëri, mund të kemi një shans që të bëhemi një vend normal. Por ama ajo çfarë është kryesorja është që populli, njerëzit, aktivistët të mblidhen me njëri tjetrin dhe të formojnë një grup negociator i cili përveç se anës politike, duhet i përfaqësoj politikisht në mënyrë që kërkesat e tyre të kalojnë në ligj, të vendosen në parlament dhe të implementohen më pas. Kjo është pikësynimi kryesor nëse do themi që një protestë të jetë e suksesshme apo jo. E qartë. Mirë. Rej, kemi arritur në fund. Falenderoj për çdo informacion. Ishte tepër kënaqësi. Grisela, shumë faleminderit. Kënaqësia ishte imja. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij emisioni dhe për ditën e sotme ku ndalëm fillimisht tek situata tashmë në lindjen e mesme dhe në pjesën e fundit u ndalëm tek ajo çka po ndodh tashmë për Zvërnecin. E mbyllim këtu dhe bashkë shihemi sërish ditën e hënë.